namazi si bashkë bisedim me Allahun. Ka përmend pejgamberi në hadith, Po. kur falet robi, Hadithi është interesant. Hadithi nuk e di që mundet dikush me lexu këtë hadith prej besimtarëve. Edhe me kuptu edhe pastaj mos mu fal. subhanallah. Wallahi nuk e di. E mirë po, ndryshojnë mendjet e njerëzve vetëm se me lexu këtë hadith. Domthonjë çaq shpërgëzues, edhe çaq inkurajues është, saqë duhet me ndi që është ka e pëson një humbje të madhe ai i cili s'është ka falet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu po thot. Po Allahu po i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam që e kam nda namazin tim mes robit edhe mes meje në dy pjesë. Namazi është për qëllim këtu Fatiha. Fatiha që lexohet namaz. E që pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot s'ka namaz pa Fatiha. Thot kur robi im thot alhamdulillahi rabbil alamin. Veç dëgjoni mirë. Robi im thot alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu thot më falenderoj robin. Do të çka halo pa dol në ajetin e dytë, me thonë Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu po na përgjigjet. Pastaj kur thot Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu i thot, kuna i thot? I thot me lauqeve. Thot me madhëroj robim. Kur thot Maliki Yawmiddin, thot me lartësoj robim. Kur thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pastaj Allahu i thot me lauqeve, kjo është mes meje dhe robit tim, edhe robit do t'i jap ato që e kërkon. Mirë, çtu mund dal. Ta më thonë, kjo ndërhyrje e Allahut lartësuar në Fatihan që ti e lexon namaz. Edhe sa e lexon ajetin e parë, sa e thua ajetin e parë, dy fjalë, Allahu të përgjigjet më herë. Elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu të flet. Mirë, kush ka mundësi ta bëj këtë? Domthonë halo pa dol te ajeti i dytë, Allahu, mirë, kur Allahu të përgjigjet, edhe ju thot me laçeve se çore robim po më falenderon, domthonë Allahu po krenohet. Ta parametë vetëm se sa njerëz falen, sa është numri i tyre. Do të përmendim një element më rëndësishëm këtu, që e kam lexuar për libra. Fillimisht Allahu po krenohet. Po thot me laçeve, a sheni robin tëm? Që pastaj çka do në ditën e gjykimit me laçet kanë marrë me dëshmu. Edhe kanë me i thonë Allahut, o Zoti, ti je krenu para neve me filanin. Kur të ka falendëru. Po një dëshmi që më të vërtet na duhet ditën e gjykimit. Pastaj kur ti e ndin se ti halo pa e përfundu ajetin mirë të Fatihas, Allahu të përgjigjet. Pastaj dytin Allahu të përgjigjet, pastaj tretin Allahu të përgjigjet, këtë moment e ndin se Allahu është veç yti. Subhanallah. Allahu mirët me gjithë, sa është Allah, si përzihen zonat, as nuk i përzihen kërkesat, edhe nevojat e njerëzve. Mirë po, ajo që e ndi unë elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu po më përgjigjet. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu me mua, apet një fjalë. Maliki Yawmiddin, apet me mua. Allahu veç jam i të kukaç tash. E tash kur ti e ndin se Allahu është kamirët, veç me ty, edhe pse ai është kamirët me krejt, po ti e ndin çashtu. Allah është kamirët vetëm me ty. Edhe ti e thuni fjalë, hala pa e thon dytën, Allahu po të përgjigjet. Edhe je duke bisedu me Allahun arsu, do çfarë namozi? Çfarë namozi do të jetë pastaj? A do të jetë a është dikush në besimtar i mençur i cili e di se ka mu taku me Allahun, edhe i duhen këto punë, këto vepra, edhe nuk inkurajohet me këtë hadith. Thonë çka be? Zoti im me fol me mua. To kush jam unë me fol me mua? Me bëja çaj fol. Leje që fol, kranohet, edhe ma jep ndjenjen që ai është veç jam. O Zoti jam. E Zotim, edhe për ata, dhe më thonë, pikërisht lidhet me atë pikën e fillimit që e përmendëm, se namazi rrjedh, do më salat, rrjedh pe kuptimit gjuhësor që është do. Të thonë, unë tash jam të lutë. Allahu po më thot, e kam dao namazin elhamin mes meje dhe robit tim dy pjesë, pastaj kur të mërim të gjysmë elhamdulillahit, Allahu thot, kjo është për robin tim. Potencion atë thekson edhe rëndësinë e surës Fatiha, elhamit, që e ka quajtur namaz. Namaz. Do thonë, kjo është një motivim. Disa njerëz ankohen se ala si ka mësu duat që në namaz, edhe prandaj se ne fali. Është me rëndësi që ti ta bësh niyetin të fillosh të falësh. Edhe Fatihan në kohë kime mësu, se Allah e ka lehtësuar. Gjithsesi. Njerëzit po mësojnë matej, po mësojnë gjuhë, po mësojnë lloj zanate, lloj profesioni, lloj kurse po i kryjnë, edhe elhami mësohet. Gjithsesi.